Atëherë të dashur teleshikues, mirë se takomi në intervistën e radhës. Këtë vit, Shqipëria u përfaqësua në Eurovision nga Shkodra Elektronike, një emër që ndërhoqi menjëherë vëmendjen për stilin unik dhe paraqitjen e veçantë, me një muzikë që bashkon elemente tradicionale me tinguj elektronik dhe me një estetik të menduar deri në detaje, ata solën diçka ndryshe në skenën ndërkombëtare. Në këtë intervistë do të flasim për përvojën në Eurovision të tyre, simbolikën që fshihej pas performancës dhe planet e tyre për të ardhmen. Me ne kështu online, Shkodra Elektronike. Atëherë si fillim... Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje. Ciao. Atëherë si fillim duhet ju falenderoj që ndat kohën pavarësisht angazhimeve tuaja dhe ju përgjigjit pozitivisht ftesës tonë. Faleminderit për jush për ftesën. Faleminderit, po. Atëherë duhet të ndalem si fillim të ju pyet se sa i përket tekstit dhe të gjithë realizimit të këngës. Si lindi ideja për të krijuar një performancë që ndërthur traditën me elektronikën moderne? Po kjo është projekti jonë, që ditën e parë Shkodra Elektronike, do të thonë ka lind me mendin me kombinu traditën me muzikën bashkëkohore. Zjermi ka kanë njëjtë gjë për ne, vazhdimi i këtij koncept. Pa. Dhe mbas kualifikimit ku ishit në një garë të ngushtë me Elvana Gjatën, si ishte për ju momenti kur u shpallet fitues? E pritet apo u befasuat? U befasuam krejt. Jena lot befasuar. Alo. Me të befasuar. Po. Arsimet jena të befasuar. Ja, nuk e kena prit hiç. Po momenti i parë që preket skenën e Eurovisionit, si u ndjet ku miliona sy ju shikonin, a ekziston një moment i vogël që u ka mbetur në mendjen nga jonat? Edhe aty të befasuar herë. Shumë befasuar. Nuk e di, të shteja skenë shumë rëndësishme, por gjithsesi ne kishim bë prova 2 javë rresht me publik, pa publik, gjithë mënyrash, prandaj ata ishin të organizuar në një mënyrë të tillë që me t'i heq ata emocionet, të paktën ata emocionet e rama, ata që të bajnë me që të krijojnë probleme gjatë ekzibicionit. Ata lloj emocionesh kishim emocionin, normalisht që jetu një në Eurovision, një live, janë të pa miliona vetë, por mas tantë në provave e mon me vesh që funksionon. Po. Por ju publiku ka qenë shumë prezent, dhe me thonë, publiku ka qenë aty dnep të forcë, atëherë nuk e mendoshe gadi televizorin, mendoshe momentin, me thonë, si me kanë koncert normal. Normal. Po ju personalisht keni pasur ndonjë preferencë nga ata që ishin në garë me ju? Jo, se nuk është lehtë edhe me zgjedhë, me thonë, kena pas mundësinë me kriju miqësi me të tanë, edhe kur je aty nuk e jeton si, që diun, e ke mundësinë me dëgju shtete tjera, me njoft delegacione tjera, me njoft bota tjera, edhe gara për ne nuk ka ekzistu kur, edhe muzika, do të thonë, jena mësu me ata këngët të tanë, edhe sot na dhe kolla çu të kënu, Barabastu. Shumë interesante. Po sa i përket një reagimi tur që keni marrë publiku apo media ndërkombëtare? Kanë kënë disa gjëra që na kanë lanë si të habitun. Me thonë, shumë komente të njerëzve, sidomos shumë mesazhe, shumë edhe dhurata, edhe hugs, gjithë forgjana. Shumë dashni kena marrë përgjithësi, si në fjalë live, sonin fjala. Po. Si ashtu edhe virtualisht. Na kanë mush me dashni njerëz, me thonë. Prandaj me zgjell një është edhe aty është pak e zoshme. Po. Po mbas përfundimit të Eurovisionit, dolet në vendin e 8. Si e mirëpritet këtë ndjesi? E mirëprit me të publiku fill një album të ri. Mas një javë mas Eurovisionit, publiku me diskun e ri, aja ishte nga ana jonë, mi fjalë, po thamë falenderimi, po se me thanë aja shpërblimi nga ana jonë, ta njerëz që na kam mjek, mi dhanë fill një diçka të re të muzikës tonë. Dhe pikërisht për këtë pjesën, po.
me fjalë këto disko qizore, plus vabbè, edhe koncertet që kena bajnë, që do të bajnë, për shembull tash me 16 jena në Prishtinë, amë të hall në Prishtinë për Femart. Prandaj kjo është me fjalë vazhdimi i jonë me fjalë edhe ata që na mundohen me shpërbly këtij publik që nuk ka dash kaq shumë. Dhe pikërisht do t'ju pyes edhe për faktin që ju keni publikuar edhe albumin Film mbas përfundimit të Eurovisionit, në çfarë mënyre kjo eksperiencë ndryshoi mënyrën se si e shihni veten si artist shqiptar në një kontekst ndërkombëtar, jo vetëm në Shqipëri? Për ne nuk ka ndryshuar gjatë. Edhe përpara na të shtim mas Eurovisioni ka ditë apo ke numrat më të mëdha, më fjalë, ke publik më të madh se ka një vizibilitet shumë më të madh Eurovisioni, por në proporcion që ka qenë më përpara, pak a shumë e njëjta gjë është, ne nuk ka ndryshuar shumë proporcioni midis sa na ndëgjoshin më përpara jashtë Shqipërisë se sa na ndëgjoshin në Shqipëri. Me fjalë, thjesht këto numra janë shtuar të tanë barabar, me fjalë. Edhe tash më pas ne i shohim në Spotify for Artists, është një aplikacion, e shohim për kuna njekun edhe kena njeks më të mëdhej se janë vende më të mëdha, kena për Gjermanisë, Anglisë e Polonisë, që kurse kena kuptuar me çfarë kriterit, se kena performuar, sepse jep se një mendon thotë, okay, në Gjermani e në Angli mund të kenë shumë emigrantë, gjeneracionit dyta shqiptarë, mund të lindhin për shqiptarëve kjo gjami, sepse numrat janë nuk mund me kenë vetëm shqiptar, por okay, mund të linë për shqiptarë. Në Poloni që nuk ka, që atë të pakte, nuk ka emigracion shqiptar. Po, në Poloni që atë kena. Prandaj, më thënë ke Shqipnia, sepse është thjesht më i vogël si shtet, kështu se në proporcion me siguri Shqipnia shumë më tepër se të tjerët. Prandaj na këtë raport kena me vendet e tjera europiane. Edhe Shtetet e Bashkuara në Australi. Në ndëgjojnë edhe koncertet do t'i kena në Shqipëni e Prishtinë gjatë kësaj verë, por edhe në Itali kena në Bologna, në ku tjetërin Friuli. Po sa i përket pjesës më sfiduese në përgatitjen për një skenë si Eurovisioni, çfarë ishte? Pra, ishte më shumë aspekti muzikor apo vizual, ajo që ishte më sfiduese? Më sfiduese? Po. Më sfiduese. Aspekti muzikal, besoj kuptimin që gjithsesi atëherë, aspektin vizual apo muzikor? E kanë bë agjencia Ombra për Londër të ka përgatit vizual se kamerat e dritat regjine. Ma më Beatrice ka përgatit veshjes. Veshjet tona. Po, tani do ndalemi pak edhe aty tek veshjet, sepse kanë qenë me të vërtet shumë të veçanta. Por, du më thanë, nërkohë që në këta dy aspekte kishim njerëz të tjerë që mërshim me këtë punë, me fjalë të si na kishim në ndorë këtë gjë, kishim besim komplet 100% ata, përsa e për këtë aspektit muzikor, që ata ishin shumë të organizuar, na kanë ndihmuar shumë, çdo gjë ishte perfekte, gjithsesi ai ishte me të dorën tonë, me fjalë, prandaj atë do të bashkim në atë. Ajo ishte detyra jonë, me fjalë, që me bëj një performancë muzikore sa më mirë. Sa më të bukur, po. Kjo ishte. Në çfarë mënyre mendoni se performanca juaj përfaqësoi identitetin shqiptar për audiencën ndërkombëtare? Para se të ndalemi edhe për pjesën e veshjes, ju keni përgjedhur ta identifikoni veten? Po, nuk e di, na kena prezentu projektin ton, dhe më thanë Shkoda Elektronike si thash for këtë kombinime ka pas gjithmonë, edhe në veshje, që kena mundit e kena pas ishte gjithmonë. Unë që ditën e parë me mamën teme kena kriju disa veshje unike për koncertet tona, të marrë në gjë estetike prej traditës shqiptare dhe të e këthy në veshje ma moderne me tessuti, si thuhet tessuti me fabrics ma moderne ose me premje ma moderne. Normal se në Eurovision ke mundësi me i bëgjënat ma të exagerume epike. Exagerume krejt, Exagerume krejt, të exagerume gjanat.
Po prap se prap, dhe me thonë, egzagjerimi jonë ka një limit, gjithmonë. Nuk e pojmë kur të na vjen marrë. Estetika jonë, si nga ana muzikore, ashtu nga ana e paraqitjes së gjithmonë. Ideja gjithmonë që kamera gjithmonë e njëjta, nuk ndryshon kur zhamë. Na kena e të qarta në këtë gjë dhe kjo është të jena na me fjale. Si na marrin jashtë mbrëm në këtë jashtë atë e dim publiku vetë që nuk e dim na ne paraqisim atë tek pamjen tonë. Po, ne fillojmë të bëjmë një gjë që na pëlqen shumë. Do të thonë deri kur nuk jena si më thonë. Kontent nuk thojmë kur, okay, jena kontent kur nuk jena taman. Edhe normal që çdo artist çat i pëlqen shumë, e shpreh sa është me që kjo gjë i pëlqen edhe tjerëve. Që na kanë thonë njerëz ti po pëlqy shumë edhe tjerëve, ne na vjen mirë kësona. Në çfarë zoget po. Beatrice the se bëjmë atë që na pëlqen neve. Kjo lidhet besoj edhe me koreografinë, le ta themi, që përdoren në skenë për pikërisht për këngën Zjarm. Koreografia nuk ka linë për meje, ka linë për një koreografe italiane, që ka emrin Marta Bramezza, jam ka ndihmu me vu un pik disa movimenti që unë basha, dhe me thonë, unë i basha në mënyrën instinktive, aja mi ka ba në mënyrën i fije ma teknike, prep se nuk di me i ba mirë, se nuk e kam mësu deri në fund, po mirë ballë, unë gëzohem kur shoh njerëz të këcy, dhe me thonë, e di që është të gja tipike të është në rrjete sociale, me marrë disa balete e më ba virale, e di në tonë që funksionan ishto, po nuk është aja që më gëzona, ma fort pika që disa njerëz hupin disa minuta kohët për me mësu edhe për me këcy, që s'ka gja më të bukur edhe si thuhet pacifike në këtë pasore në këtë moment me hupi fje kohë me këcy. Ashtë gjë e bukur. Cila mendon nga veshje që e keni prezantuar veten ka qenë më simbolikisht e përfaqësuar nga ana juaj dhe ju ka pëlqyer më së shumti në të gjitha veshjet që i keni bërë në Eurovision? Nuk e di, ne na pëlqejnë të tana, besoj. Tana kanë për ne një vlerë, edhe një vlerë punet mrapa, din se kanë punet gjatë. Po, që kam pa në për web, në më thonë, online, ka pëlqy shumë veshje e skencë, si e jemja, si e kolës, dhe më thonë, një formë elegancë që mama ka kriju për ne. Kja gja ashtë shumë e bukur, pëse me taman ka kënë punë e gjatë. Ka kënë punë, ja vetëm e gjatë për që janë dashtor për me ba, po edhe menim e gjatë edhe janë vite që janë të menu këtë veshje. Nuk kena pas kur mundësi me kriju, për që nuk kena pas ka shumë nime dhe kohë dhe budget, po të shardhi Eurovisioni edhe në ndihmoj. Atëherë për sa i përket zërit si juaj ashtu dhe i Kolos janë më të vërtet unik dhe gjithë kënga është ndërthurur në mënyrë shumë interesante. Dhe sa i përket kësaj pjese, unë dua të ju pyes si e përshkruani vetë stilin tuaj muzikor. Spontan. Sidomos aja unë nuk jam këngëtar, unë vazhdoj kënga si më qasi gjatësi e ka nga parë edhe fundit besoj që kënoj. Fundit s'po dihet, por e para pa. Gjanat vogla, nuk s'kam këngëtar, më qenë prandaj vetëm mënyrë që unë kam për me bëj një diçka që mund të jenë pranueshme artistikisht, është me bëj një mënyrë sa më natyrale për mua, më qenë. Si më kanë të fol, pra që mos më kanë një diçka impostume. Kjo kësa për saj për këtë mund gana zanë, më qenë. Që si flasë një ashtu dhe kam vetëm për marqisë e fjatës e kanë shumë të bukur se nuk i kam shkruar një për tjetër. I ka shkruar në Gjiloshi prandaj aty pa kanë niveli inicial i tekstit më i nelt. Por ka ana e performancë, ka kanë thjesht shkoj jam të folit tash një ashtu edhe në Eurovision. Po si lindi Shkodra Elektronike? Kush vendosi që t'ju bashkojnë dhe të krijoni pra grupin Shkodra Elektronike, grupin ju të dy? Kola, po i Kolës ashtë. Dhe Kola me tha ndoshta është e fundit, dhe ja ti e krijuesi kësaj gjithë kësaj. Ja, ndoshta e fundit ku unë kënoj, me kënoj është fjale male, por në që të spënë ku zani jem të bënë diqa. Por nuk i dijet, okej, por jema që këtë kuptim e fundit se
Shkolla elektronike do të vazhdoj, sa kena filluar një fjalë. Po patjetër. Për vetëm fillimi. The show must go on. Po tani që jeni përballur me një skenë kaq të madhe, cilat janë sfidat apo dhe planet tuaja për të ardhmen? Na do të vazhdojmë me bë koncerte, si ta pola, me këta këngë që kena qidë, më thonë, na do të kontinuojmë, si thotë, vazhdojmë promovimi me këti EP-s, me këta koncerte, po na jena të vazhdu me shkru këngë, kena disa këngë gati, kena shumë këngë gati, po mendimi jonë është me dalë në një moment me një album, një full length, edhe me vazhdu me këtë projekt, me këtë anër që kena, me kriju një muzikë shqiptare, po po, shqiptare, që më thanë, bashkohore. Po, na të vazhdu me që ne ashtu si e fillu me filmat festivalin që publikume këngë të reja, publikume para 4 ditëve, 3-4 ditëve publikume videoklipin. Po. E këngës Askund. Gjatë YouTube. Tesh gjaja kryesore që kena tesh për këtë punë apo përses për me sa njerëz sepse edhe prej Malit Zivon vinë në Prishtinë po dhe. Po si? Me 16 në Prishtinë. Kemi këtë koncert po. Prandaj këta janë planet tona me fjalë tash një këtë ditë me fjalë, me ta punën atë më marr. Por më thonë do të kompozojmë sa këngë të reja dhe se sa bëhet që do të zjarrim një album të ri. Jo për para tetorit e jo mas janarit, këtë nuk e kena vendosur da. Zakonisht kanë koncerte midis, shumë koncerte. Edhe një turne do ta bëjmë edhe këtë pak a shumë atë periudhë. Po. Do e përfshini Malin e Zi në turne? Absolutisht. Shpresojmë. Po. Zakonisht tekstet kush i bën? Beatrice. Po për të kënga zgjerm unë kam shkruar vetëm pjesën time që kënoj. Pjesën tjetër e Thakola, por e ka shkruar Lek Gjeloshi. Po këngë të reja i kam shkruar në tekstet, po ishto. Nga çfarë do vjen frymëzimi, ku e gjen? Unë personalisht e gjej shumë të gjuha shqiptare, dhe me thonë për mu gjuha shqiptare, unë jam si një fëmijë që tash ka marru kopshtin në Shqipni, e ka fillu me lexu. Unë jam këtë nivel. Edhe kur lexoj shqipe, kur vi në Shqipni e një njerëz të fol, unë habitem. Edhe kja habitje më ndihmon me pas frymëzim kur shkruaj. Ndoshta kam arrit një ditë që s'kam me pas më. Kam mësu kasmisht. Po më pëlqen stingulli, më pëlqen edhe personazhet e karakterit njerëzve. Unë dashuroj me që disa ata plakushet me Pacolet, Malsori, kina shku Lëpush. Disa karaktere, e mu këta gjana më japin shumë frymëzim, edhe imagjinoj jetën e këtyre njerëzve, imagjinoj mendimet edhe dëshirat edhe nuk di, ndalin disa fjalë që më pëlqejnë. Po ndoshta shqiptarëve i duken shumë thjeshta ato fjalë. Për mua janë wow, për mua janë fantastike. Para disa viteve, kam zbulu fjalën deng baba deng. E për mua është një fjalë ritmike, fantastike. Shqipja është një gjuhë shumë e bukur. Edhe unë habitem si fëmijë. Po tek pjesa zgjerm, cila është fjala e cila të pëlqen më së shumti që e ke përdorur ti në tekstin tënd? Fjala që më pëlqen më shumë është Shndrit. Për sa më pëlqen si efekt, me thonë shumë herë kur kam qenë më re, kam pas edhe pasion për me bë fotografia, edhe më pëlqesin kur xhanët shnrishin. Edhe shnrit është fjala që më pëlqen më shumë. Mandaj ka ardhur zgjerm, edhe janë kombinu 2 fjalë shumë të forta, shumë të bukura. Me vërtet, i gjithë teksti është unik. Dhe tani, për sa i përket Eurovisionit, besoj që ka këngë personale të përgjithni që të këndoni prap në gjuhën shqipe, pra nuk keni dashur që ta ktheni në gjuhën angleze apo ta përshtatni diçka të tillë. Jo. As nuk e kena diskutu. Jo, hiç. Ska pas nevojë shumë interesante. Ja. Nuk Më vërtet ka qenë shumë interesante edhe përgjigja që nuk e keni përshtatur në gjuhën tjetër. Dhe tani si përfundim duhet ju pyes nëse do kishit mundësinë të bashkëpunonit me një artist nga çdo cep i botës, kush do ishte dhe pse? Ka
sa artistat Një artist, të pak të një që na artist. pëlqejnë jam pak tepër. Njëri di që sot, Sly dhe Family Stone. Sot, Ua, s'kam ditë. jo. Ka, nuk e di, unë për shembull kisha thënë, ku di, Massive Attack, Björk, këta artista, Portishead, këta janë artistë me cilën kisha bashkëpunu me zësej, se janë tepër. Tepër nalt. Po për Beatrice? Ja, Po edhe për mu, njëjtë idena. Dhe me thonë, ne kina gustit muzikore shumë të afër me Nikola. Dhe ju jeni familjar apo me Kolën? Na, midis nesh, Po. jo, na jena njoft si miq, mandej kena bë projektin bashkë, kena fillu bashkëpunimin, po kena zbulu që gjyshe jeme me nanën e Kolës janë shoqe shumë mushta. Ndoshta kjo gjo familje, do të thonë, si gjys familje. Po. Njëna familjarisht, njëna njihna. familje shumë Mudra. Kush bën me shaka? Kur jena njoft, me një tjetër nuk e kena ditë. Ja. Se kur jena, më fjalë, kena zbulu ma vonë, mi fjalë që familje tona njihen. Nuk e dishim. Dhe mes jush kush është ai që mban më shumë ritmin e shakas apo të mos jetë kur e lodhur pjesa që kaloni bashk? Shta ka dy. Kolasa. Kolasa, Duket Kola. Edhe e pjesë pak kulim. Ja, se unë kam jetu pak në Shkodër, edhe në as 3 vjetë s'kam jetu në Shkodër. Kjo, dhe 20 vjetë e kam su mirë. Kulim lejkën. Kulim lejkën Shkodranë. Atëherë unë dua t'ju falenderoj shumë, edhe për kohën që gjetet dhe t'ju uroj çdo sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shifna në Prishtinë. Shifena. Shifna në Prishtinë. Ciao, faleminderit. Faleminderit juve, mirupafshim. Mirupafshim. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi arritur deri në fund të kësaj interviste, por ju vazhdoni të qëndroni në televizionin Point sepse tani do të ndiqni edhe performancën e Shkodrës Elektronike në Eurovision.